6 shenja se jeni shëruar më shumë se sa mendoni, shërimi i padukshëm sipas Jung. Miq të mi, shërimi rrallë vjen me fishek zjarr. Ai nuk lajmërohet në mënyra të mëdha, por lëviz qetësisht si agimi që depërton ngadalë në një dhomë të errët, butësisht dhe me këmbëngulje. Carl Jung shkroi dikur, nuk ka ardhje në ndërgjegje pa dhimbje. Ndoshta shërimi duket i padukshëm sepse nuk është mungesa e dhimbjes, por transformimi i saj. Ndonjëherë shërimi fillon në momentin kur pushoni së provuari të ktheheni në atë që ishit para dhimbjes dhe filloni të bëheni ai që keni qenë gjithmonë i destinuar të jeni pas saj. Bota shpesh na mëson të masim progresin me atë që mund të tregojmë, buzëqeshje, produktivitet, optimizëm. Por Jung kuptoi diçka më të thellë, shërimi është një proces i brendshëm, ku ajo që është e padukshme ka më shumë peshë se ajo që është e dukshme. Ai ndodh poshtë sipërfaqes, në heshtje, në pauzat, në hapësirat ku thjesht merrni frymë dhe mbijetoni një ditë tjetër. Le të shqyrtojmë 6 shenjat që ju jeni shëruar më shumë se sa e kuptoni, jo shërimi i zhurmshëm, por lloji që vetëm shpirti mund ta njohë. Shenja e parë, nuk kërkoni më mbyllje. Është kur nuk kërkoni më mbyllje. Dikur keni pasur nevojë për përgjigje për gjithçka, por pastaj keni kuptuar se mbyllja nuk vjen nga të tjerët, por nga brenda jush. Është vendimi i qetë për të pushuar së luftuari me pasion për atë që nuk ekziston më. Shërimi fillon kur pranoni se historia mbaroi pikërisht ashtu siç duhej. Kur mund të largoheni pa mëri dhe nuk kontrolloni më derën, duke shpresuar se mund të kthehen, jeni shëruar më shumë se sa mendoni. Imagjinoni një kohë kur çdo pyetje pa përgjigje ju diqte brenda. Pse ndodhi kështu? Çfarë do të thotë kjo për mua? Keni kaluar net të tëra duke kërkuar shpjegime nga të tjerët, duke kontrolluar mesazhe të vjetra, duke shpresuar një fjalë që do ta mbyllte plagën. Por shërimi i vërtet nuk vjen nga jashtë, ai lind brenda jush. Është si të hapni një libër të mbyllur për gjithmonë dhe të pranoni se historia mbaroi pikërisht ashtu siç duhej. Jung thoshte se dhimbja na çon drejt ndërgjegjes, por mbyllja e vërtet është një vendim i qetë. Unë zgjedh të pushoj së luftuari me pasion për atë që nuk ekziston më. Tani, kur dikush nuk ju jep atë që doni, nuk ndiheni më të humbur. Largoheni pa mëri, pa kontrolluar derën pas jush. Kjo nuk është dobësi, është fuqi. Është shenja se keni filluar të jetoni në të tashmen, jo në hijen e së kaluarës. Mendoni për një moment personal, kur herën e fundit ndjeheshit të lirë nga nevoja për të ditur pse? Kjo është shërimi juaj i padukshëm në veprim. Tani, le të kalojmë të. Shenja e dytë, nuk keni më nevojë të kuptoheni. Kur nuk keni më nevojë të kuptoheni plotësisht nga të tjerët. Dikur ndjeheshit të djegur kur nuk kuptoheshit, por shërimi përshpërit një të vërtet tjetër. Jo të gjithë janë destinuar të shohin thellësinë tuaj, dhe kjo është në rregull. Në momentin kur pushoni së kërkuari të kuptoheni, ju rimerrni fuqinë tuaj. Vlera juaj nuk ka qenë kurrë e destinuar të provohet, ajo thjesht ekziston. Ju jeni shëruar kur mund të dëgjoni dikë që keq kupton zemrën tuaj dhe prapë të qëndroni të qetë, sepse nuk ju duhet më perceptimi i tyre për të përcaktuar paqen tuaj. Dikur, një keqkuptim i vogël, një fjalë e gabuar, një shikim i ftohtë, ju bënte të ndjeheshit të padukshëm, sikur zemra juaj ishte një letër e palestruar që askush nuk donte ta lexonte. Keni luftuar për të shpjeguar historinë tuaj, duke kërkuar validim, më kupto, ose unë nuk jam real. Por shërimi përshpërit një të vërtet më të thellë, jo të gjithë janë të destinuar të shohin thellësinë tuaj, dhe kjo është plotësisht në rregull. Jung besonte se vlera jon nuk vjen nga perceptimi i të tjerëve, por nga brenda, nga ajo esencë që nuk ka nevojë për prova. Tani, kur dikush keq kupton emocionet tuaja, merrni frymë thellë dhe qëndroni të qetë. Nuk ju duhet më miratimi i tyre për të ndier paqe. Është si të jeni një oqean i qetë, valët e jashtme mund të trazohen, por thellësia mbetet e palëkundur. Kjo rimerr fuqinë tuaj të vërtetë. Pyesni veten, kur herën e fundit dëgjuat një kritik dhe nuk u ndjeve i detyruar të shpjegoheni? Kjo është shenja se keni filluar të ekzistoni për veten tuaj, jo për sytë e botës. Shenja e tretë, pushoni së romantizuari të kaluarën. Kur pushoni së romantizuari të kaluarën, keni jetuar dikur në jehonën e së shkuarës, por shërimi ndryshoi vizionin tuaj. Keni pushuar se e parë të kaluarën si diçka ku duhet të ktheheshit dhe filluat ta shihni si diçka që ju mësoi. Çdo zemërthyrje, çdo dështim, çdo heshtje ju formsoi në personin që jeni tani. Kur e kaluara humbet kontrollin mbi emocionet tuaja dhe nostalgjia nuk ju lëndon më, ju nuk jeni njëti person që dikur qante për të. Ka pasur një kohë kur e shinit atë si një parajsë të humbur, nëse do të kthehesha atje, gjithçka do të ishte më mirë. Nostalgjia ju mbante peng, çdo këngë, çdo vend ju dërgonte në atë jehon të ëmbëldhimsur, duke ju lënduar sërish. Por shërimi ndryshon lenten, se e kaluara nuk është më një vend për t'u kthyer, por një mësues që ju formsoi. Çdo zemërthyrje ishte një gur në themelin tuaj, çdo dështim një farë që tani lulëzon. Jung e quante këtë shadow work, punën me hijet e së kaluarës për të krijuar dritën e re. Tani, kur kujtoni, nuk qani më, buzëqeshni me mirënjohje.
E kaluara humb kontrollin mbi emocionet tuaja, ajo nuk ju definon, ju ushqen. Imagjinoni, një ditë kur hapni një foto të vjetër dhe ndjeheni falënderues, jo i lënduar. Kjo nuk është harres, është liri. Jeni bërë dikush që jeton për të ardhmen, jo për jehonën e djeshmes. Shenja e 4, vetmia juaj nuk ndjehet më e vetmuar. Kur vetmia juaj nuk ndjehet më e vetmuar. Kishte një kohë kur heshtja ishte e padurueshme, por ngadalë, pothuajse në mënyrë të padukshme, filluat të gjeni paqen e qetësi. Tani të jeni vetëm nuk ndjehet si ndëshkim, ndjehet si shtëpi. Keni takuar pjesët e vetes që dikur i shmangnit, ato që mbarknin turp, pendim dhe dëshirë, dhe në vend që t'i heshtnit, keni mësuar të uleni me to, të dëgjoni, të falni, t'i mbani me dhembshuri. Shërimi më i thellë është të kuptoni se nuk keni qenë kur vërtet vetëm, thjesht nuk kishit takuar veten. Dikur, heshtja ishte armiku juaj, një dhomë e zbrazët që jehonin zëra të vjetër. Pse jam vetëm, a nuk jam i mjaftueshëm? Keni mbushur ditët me zhurmë për të shmangur veten. Por ngadalë, shërimi e ktheu atë heshtje në një shtëpi të ngrohtë. Tani, të jeni vetëm, ndjehet si një preje, ku mund të takoni pjesët e vetes që dikur i fshehet, turpin, pendimin, dëshirat e thella. Në vend që t'i shtypnit, uleni me to, dëgjoni, falni, mbani me dhembshuri. Jung thoshte se ne nuk jemi kur vërtet vetëm, thjesht nuk kemi takuar ende veten tonë të plotë. Kjo është shenja më e thellë, kur heshtja bëhet mësuese, jo armike. Mendoni për një mbrëmje të fundit kur ishit vetëm dhe ndjeheshit i plotë, jo i zbrazët. Kjo nuk është vetmi, është vetë dije. Jeni filluar të jeni miq me shpirtin tuaj. Shenja e 5, reagoni, nuk reagoni. Kur reagoni, nuk reagoni menjëherë. Dikur dhimbja ju shkaktonte menjëherë një fjalë të ashpër, një heshtje të ftohtë, një refuzim të vogël dhe papritmas ndjeni të gjithë peshën e së kaluarës duke shtypur gjoksin tuaj. Tani merrni frym, vëreni emocionin pa e lënë të marrë kontrollin. Kjo është rritje e padukshme. Pushimi midis impulsit dhe veprimit është vendlindja e jetës suaj të re. Shërimi nuk do të thotë që nuk do të ndjeni kur më dhimbje, do të thotë që i besoni vetes aq sa ta mbani atë dhimbje butësisht. Dikur, një fjalë e ashpër apo një refuzim i vogël ju dërgonte menjëherë në spiral, zemërim, heshtje e ftohtë ose lot të papritur dhe papritmas, e gjithë dhimbja e vjetër dukej sikur shtypte gjoksin tuaj. Ishte si një zinxhir reaksionesh që nuk mund ta ndalonin. Por shërimi krijon hapësirë. Tani, merrni frym, bëreni emocionin si një valë që vjen, por nuk e lëshoni të marrë timonin. Kjo pauzë midis impulsit dhe veprimit është vendlindja e jetës suaj të re. Jung e shite këtë si rritje të ndërgjegjes, nuk do të thotë të mos ndjeni dhimbje kur, por të besoni vetes aq sa ta mbani atë butësisht si një mik të vjetër. Tani, në vend të shpërthimit, zgjidhni përgjigjen, një fjalë e urtë, një buzëqeshje e qetë. Pyesni, kur herën e fundit ndaluat një reagim dhe ndjeheshit më i fortë? Kjo është fuqia e shërimit, jo mungesa e stuhisë, por arti i navigimit nëpër të. Shenja e 6, filloni të krijoni në vend që të shpëtoni. Kur filloni të krijoni në vend që të shpëtoni. Dikur çdo moment dhimbje ju dërgonte të kërkonit shpëtim, por shërimi e ktheu ngadalë dhimbjen tuaj në një mësues. Në vend që të iknit nga emocionet tuaja, filluat t'i shprehni ato, përmes fjalëve, artit, muzikës, heshtjes ose lutjes. Jung e quajti këtë proces individuacion, udhëtimi i kthimit në tërësi përmes vetë shprehjes. Kur shpirti pushon së fshehuri pas maskash dhe fillon ta transformojë vuajtjen e tij në krijim, atëherë fillon transformimi i vërtetë. Dikur çdo valë dhimbje ju dërgonte drejt ikjes, shpërqendrim, shpërfillje, çdo gjë përveç përballjes. Por shërimi e kthen dhimbjen në mësues. Tani, në vend që të ikni, e shprehni, përmes fjalëve në një ditar, linjave në një pikturë, notave në një këngë, apo thjesht heshtjes meditative. Jung e quante këtë individuacion, udhëtimi ku transformoni vuajtjen në krijim, duke u kthyer në tërësi. Kur shpirti pushon së fshehuri pas maskave dhe fillon të ndërtojë prej kaosit, atëherë fillon magjia e vërtetë. Jeni shëruar kur dhimbja nuk ju konsumon, por ju frymëzon. Shkruani për të, ndërtoni prej saj, flisni prej saj. Kthejeni kaosin në kuptim. Kjo është shenja më e lartë, nuk jeni më viktim, jeni krijues. Konkluzion. Ju jeni shëruar më shumë se sa e kuptoni kur dhimbja juaj nuk ju konsumon më, por ju frymëzon. Ju shkruani për të, ndërtoni prej saj, flisni prej saj. Kthejeni kaosin në kuptim, dhe ky është lloji më i lartë i shërimit. Kur dyshoni në progresin tuaj, mos harroni, shërimi nuk e fshin të kaluarën, ai transformon marrëdhënien tuaj me të. Ju nuk keni më nevojë që dhimbja t'ju përcaktoj, nuk keni më nevojë të provoni se keni mbijetuar, sepse keni mbijetuar. Dhe tani nuk jeni thjesht duke mbijetuar, jeni duke u bërë. Jeni bërë dikush që nuk ka nevojë për stuhin për t'u ndier i gjallë. Ju jeni paqe tani. Ju jeni drita për të cilën foli Jung, jo sepse e ndoqet atë, por sepse u bët ajo. Nëse kjo video ju preku, ndajeni me dikën që ka nevojë.
Në komente, shkruani cilën shenjë ndjeni më fort sot. Abonohuni për më shumë reflektime të tilla dhe mos harroni, shërimi juaj po vjen qetë si agimi. Faleminderit që ishit këtu.